Të nderuar xhamatli, e falenderojmë nga thellësia e zemrave dhe shpirtrave ton Allahun xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu. Krijuesi ton ja shprehim tër hamdin, falenderimin për uljen dhe në nështrimin. Nga ai kërkojmë falje dhe shpëtim, e u dërgojmë selama dhe selavatet tona më të sinqerta që burojnë nga thellësia e zemrave dhe shpirtrave ton të pastërt, pejgamberve të Zotit xhelle shanuhu në përgjithësi dhe në veçanti, vulës së krejt pejgamberve dhe më të dashurit të Allahut xhelle shanuhu, krijesës më të ndritur dhe më të pastërt që ka shkel mbi sipërfaqen e tokës, e ai pa fije dyshimi është Muhamedi, paqja, mëshira, rahmeti dhe mirësitë e Zotit xhelle shanuhu qofshin mbi të, mbi familjen, mbi shok dhe mbi mbarë ne besimtarëve musliman që me shumë krenari dhe me përulltësinë më të madhe e pasojmë dhe ndjekim rrugën, traditën, synetin e pejgamberit alayhi salatu vesselam deri atëherë ku Allahu te bareke ve teala, krijuesi jon dhe i gjithësisë, ka përcaktuar për ne që të mos ketë ditë më. Vëllezër besimtar, edhe sot me lejen e Allahut xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu do t'i harxojmë disa minuta musafir të Zotit në kulmin e shtëpisë e Allahut xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu, duke shpresuar se këta do të jenë minutat më të mirë dhe më të ndershëm dhe më frydëdhënës për ne nesër ditën kur do të dalim para Zotit te bareke ve teala, pa i anashkalue, pa i nënvlerësue, krejt minutat, krejt sekondat, krejt momentet tër jetën ton që e harxojmë, amo duke qenë të lidhur në gusht me Allahun te bareke ve teala, i cili në urdhërin e parë, në fjalën e parë të zbritur, të ndritur për njerëzimin, na ka thonë ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexoni, mësoni, studioni, punoni, pa e harru, duke e lidh ato me emrin e Allahut xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu. Pa e harru se krijuesi juve, furnizuesi juve, mbikëqyrësi juve, mbikëqyrësi jon, furnizuesi jon, mëshiruesi jon, dhuruesi jon është Allahu te bareke ve teala. Në javën e kaluar kemi diskutuar diçka mbi krijimin e disa mendimeve, e këto mendime tani janë bë grupacione të caktuara që tentojnë jetën me e lidh vetëm në një drejtim, vetëm në një anë. Me po jetën vetëm në njërën anë të medaljes. E kështu në realitet nuk është as jeta, as feja, as syneti, as asgjë. Realiteti, mbi realitete është që ne çdo aktivitet, çdo punë që e bojna në rrugën e Allahut xhelle shanuhu është adhurim edhe ibadet. Aq sa është adhurim edhe ibadet sot, ky ibadet këtu që pe bojna bashkë. Po nëse dojna na njëjt ibadetet, adhurimet, aktivitetet tona jashtë xhamis, me na u llogarit sa ibadeti i namazit, sa ibadeti i agjërimit, sa ibadeti i zeqatit, sa ibadeti i haxhit, sa ibadeti i umres, duhet mos me harru që Allahu është krijuesi edhe mëshiruesi i jonë dhe i gjithësisë. Jo në emën të punës me lon namazin, jo në emën të punës me lon adhurimin, jo në emën të punës me lon ibadetin, jo në emën të punës me lon agjërimin, jo në emën të punës me lon zeqatin, jo në emën të punës me lon haxhin, umrën e kështu me radhë, por të ndërthurura dhe të ndërlidhura bashk njona me tjetrën.
Sepse i kem disa ajete të një sure të bekuar këtu para vetes, kur Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu vendosi t'ia shpall pejgamberit Muhammed alayhi salatu vesselam profetësinë dhe e çoi Gjibrilin në shpellën e caktuar Hira për t'ia shpallur ajetet e para, ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, dhe më pas kontakti i parë, lajmi i parë i Muhamedit alayhi salatu vesselam me Gjibrilin, me një krijesë që se kish po kur, as kur s'kish ndëgjue rreth tij, e friksoi, e mushi emocion, dhe u kthy pejgamberi alayhi salatu vesselam në shtëpi. Dhe çka bëni? Hini, u ra në shtrat, edhe i tha bashkëshortës mbulon, se më ka ndodhur diçka që s'm ka ndodhur kur një jetë. E Allahu xhelle shanuhu ja dha një këshill atina edhe neve deri në kiamet, që kur të na rrokin vështërsitë, kur të na rrokin sulmet, kur të na rrokin kundërshtimet, kur të na rrokin komentet jo të duhura dhe jo të mira atje në për rrjetet sociale, nuk duhet munol në atash, edhe mos me postuna ligjërata tona, këshilla tona, mendimet tona, çështjet tona, histori tona, se valla nuk pi pëlqen filonit. Valla kish komentu keq filoni, jam kish shoh filoni, jam kish thon filoni, valla po thojnë ata hiqa atë postim, valla po thot ky fshija atë koment, valla po thot ky mos dilmon YouTube, valla po thot ky mos dilmon TikTok, valla po thot ky mos dilmon Facebook, edhe çka na mu mbyll mrena kafozit që e përmenëm jove në kalume, mu mbluë me qebe, edhe mu më shef. E sureja e ka morë emnin El Mudaththir, surja e të mbuluarit. Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu i tha pejgamberit alayhi salam, bismillahirrahmanirrahim, ja ejuhel mudaththir, o ti mbuluar. Çka i tha? Kum fe endhir, Çu dhe thirrë njerëzit në islam. S'ka me flejt mo. Po, o Zot, ata po më luftojnë, ata po më kundërshtojnë, ata s'po më ngojnë, ata po më etiketojnë, ata po më përgojojnë. S'kim që dhe të bo. Musën alayhi salam, jahudit, shumë e këshin përgojue. Shumë e këshin rëndue me fjallë. Deri sa një dit, i tha Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanu, o Zot tha, krejt tjerat, pi bëj bol diqysh, pi kaloj diqysh. A ki tha mundësi, jahudive mja unal gojen, shumë po më rënojnë, shumë po më flasin kundër meje, gjithë shka po thujnë kundër meje. Dëgjoj një mirë shka i tha Allahu xhelle shanu. Tha ja Musa, krejt tjerat muj me i bo. Edhe ato muj me bo. Se veç e qëjni me loqe dhe ja dredh guhen, për mrena ja këthen. Nuk o zërë për Zotin xhelle shanuhu. Mja nol goje ndikujna. Edhe mos me mujt me fol, dejnë kiamet, mo kur? Po i tha, unë e tha njerëzit nuk i kom nol me fol kundër meje, Allahu. A i ke nije? Njerëzit, çka stojnë kundër Zotit? Çka stojnë për Zotin? Unë e tha nuk i kom nol njerëzit me fol kundër meje, a nuk muj mi nol me fol as kundër teje, as kundër juve. Dhe po vazhdon ajeti i Kur'anit, Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu po i thot pejgamberit alayhi salam, wa rabbaka fakabbir. Allahun ton madhroje. Wa thiyabaka fatahhir. Bëhu i pastër, pastroj rrobat tua, të jesh i pastër nga brenda dhe nga jashtë. Pra, çështja jote, i tha Allahu xhelle shanuhu Muhamedit e përmes tine edhe neve, deri në kiamet, është mu munu me koni pastër, edhe prej jashtë, edhe prej brenda, edhe rrobat mi post pastërta, edhe për brenda shpirtin e zemrën e njetin e qëllimin,
me post pastër. Të tjerët flasin, ata nuk nalen. Se po thotë Allahu, unë nuk i kum nal me fol kundër meje, suni nali me fol as kundër juve. Po ju mundonu me kon të pastër, ju mundonu me kon sinqert, me kon të mirë, sor gabon kthehuni te Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu. Nëse keni një hak dikujt na kërkoni ndjes, kërkoni falje, kompenzojani ato me të cilën i keni hin hak, edhe vazhdoni. Wa rujze fehjur, po vazhdon ajeti i Kur'anit në këtë sure të bekuar. Dhe të keqës dhe çdo gjëje të keqe që është e dytë, largoju. Largoju një të keqës sa të muni. Sepse e përmenëm ajetin e Kur'anit, në javën e kaluar Allahu tha, frigoju një Allahut sa të muni. Largoju një të keqës, asoj që është e ndyrë dhe e keqe, largoju një sa të muni. Dhe mos u mburni me ato që jep dhe duket shumë. Mos u mburni me ato që jepni. E jepni një diçka, e bëni një punë, e bëni një veprim, e bëni fi sebilillah për rizat Zotit. Mos u mburni, edhe nëse ju duket që është shumë e madhe, edhe nëse ju duket që kogjafërt nomin e kena bëhe me atë farë vepre, s'ka nevojë me u mburr, s'ka nevojë me u livdue. S'ka nevojë me i çu kraht për pjetë, me çu kryt për pjetë, unë e bona. E ke bo për Allahun, te ke funit, nëse nuk ta di njerëzit, kome ta ditë Allahu xhelle shanuhu, ki me gjetë para Zotit te bareke ve teala. Atëherë kur na vijnë mas shumti, se na në dynjo, dyqysh e kalojna. Tu na përkrohni meke, tu na përkrohni shoke, tu na përkroh vllaue, motra, familja, ajo, ky, aje, kështu me radhë, e kalojmë. Të loshet. Po atëherë kur nuk vlen mo as miku, as shoku, as boba, as nona, as e vlodi, as pasunia, as miqësia, as kërkush, por atje t'i lona dhe do vepra, por atje t'i lona dhe do punë. Mos t'i hargjojna krejt në dynjo, që thujnë popli mos t'i hona të verdha. Se nëse na i bojna punë për mu lavdrue, e përmenet modhe, e për më na u përmen në dynjo, ato në dynjo kanë më na u përmen, në dynjo kanë më na qunë qiell. Si filoni, si puna e filoni, si vepra e filonit, bambum, mirë po, që to vepra kanë më na shërby veç në dynjo. Në ahiret, jo. Se thot Allahu, a i ke bome për mi t'i përmen njerëzit? Po, njerëzit i kanë përmen në dynjo, i ke hargju. A i ke bo për sy e fatësi, për mendje madhësi? Po, e ke morë shpërblimin. E kanë cilat i morru me veti, ato që nuk mburmi me to kur t'i bojna. Edhe në kofshin, në vdokshin që këgja shumë të mëloja do vepra i kena bo, nuk mburmi me to, nuk i përmenum, nuk e qujna kryt për pjetë, u bo nomi pse e bo na filën veprën. Edhe për Zotin tuaj, bëni sabër. Pra bëni dorim, edhe atëherë kur nuk ja u di në veprën, se ka mundësi në dynjo, e bën ti një punë, a lovdin e merr dikush tjetër. O shumë e vërtet. Ti e bën një vepër, ti e bën një punë, ti ke sakrifiku shumë për atë vepër, për atë punë, a kur të pajsh, dikush tjetër po lavdrohet me punën tone, po lavdrohet me veprën tone. Bën sabër për Allahun xhelle shanuhu. Hajde, se cilit i del ball, se cilit e merr ato çka shtu e kërkue. Tregohet se një rast ka ndodhur në kohën e Omerit radiallahu anhu. Vinë disa njerëz nga Jemeni, do djemtri, që shto gjithmonë ka pos kësi grupacione, që kanë pos qëllim me keq interpretue fejnë.
me keq kuptu e fenë, se unanimisht ngojini mirë, është vendim edhe fjalë unanime e të gjithë dietarëve islam, që kanë thonë, nëse njerëzit mendojnë që vetëm veprat shpirtërore janë adhurim, janë ibadet, ata njerëz nuk e kanë kuptu fenë fare. Jo pak, po hec se kanë kuptu fenë. Nëse nuk e din që mas namazit, çdo vepër që e bojna që është në përputhje me fjalën e Allahut xhallashanuhu edhe me sunetin e pejgamberit alayhi salam, është ibadet sa namazi, njëjt, nuk e kena kuptu fenë. Se po i kem do tendenca të disa njerëz sikur atëherë që shka pos me këtë grupin nga Jemeni, të cilët ishin ardhur dhe ishin fut në xhamin e pejgamberit alayhi salatu vesselam, edhe prej sabahit deri në drek ibadet, prej drekës deri në kindi ibadet, prej kindis deri në akşam ibadet. Nja 2-3 ditë i doroj Omeri. Kene parasysh Omerin. Edhe mas një 2-3 dite unal edhe po ju thot, o djem, të kohit jeni ju? Tha valla na jemi të Jemenit. Po mirë shumë. Çka jeni ju, kush jeni, çka boni? Me çka mirëni ju? Ata i than, na jemi rob të Allahut xhelle xhelaluhu ve xhelle shanu. Inna nahnu el mutawakkilun, i than. Na jemi të mbështetur në Allahun xhelle shanuhu. Omeri ju tha s'ko kitë mbështetur heq në Allahun xhelle shanuhu. Ju tha s'ko kitë mbështetur fare në Zotin te bareke ve teala. Sepse pejgamberi Allahut alayhi salatu vesselam tha, edhe nëse jeni të e pa me sytë e juve që është të ndodhë kiameti. Kiameti është fundi i çdo gjëje, shkatërrimi i gjithësisë. Kiamet. Po thot pejgamberi alayhi salam për me na tregu neve, edhe çyti grupi, edhe çyti në tendencave që duhet mu mshel mrena xhamisë dhe mo për me kon tamam asi përkushtum në islam edhe tamam me i përngjo pejgamberit komplet, do të më mshel me rana mureve të xhamis, edhe me pas pos mundësi, nuk isha dol prej xhamies, nuk isha dol prej shtëpies, madje do pak më të ngritun thojnë, me pas pos mundësi isha shku që atje në xhamit pejgamberit në Medinë kisha jetue, edhe si isha dol prej xhamis pejgamberit alayhi salam, veç të boj ibadet edhe dhikr çush bën në ky grupi i Jemenit, e të cilëve Omeri ju tha fare s'ka këtë mbështetun në Allahun xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu. E tha pejgamberi alayhi salam, nëse peshet të ndodh kiameti, po bohet kiameti, e ki në dorë një fidone, një pem, një pip, mbille, po qyshja Resulullah kiameti për ndodh, qa me mjell këto, kush shehajr për i sojna. O mbille, tha pejgamberi alayhi salam. Ky është mesazh i fuqishëm për neve. Që deri në momentet e fundit, edhe kur ti pajsh momentet e fundit, që po vinë punën, aktivitetin, veprimin, mos e nal. Sepse për me kompletu islamin tamam, edhe me kuptu dhe me drejt kuptu dhe me drejt interpretu islamin tamam, është adhurim, ibadet njësoj, sikur kjo që e bojmë këtu, ajo që e bojmë jashtë, për familjen, për punën, për aktivitetin, për të ardhurat, për moralin, për karakterin, për vendin, për shtetin, e kështu me radhë. Po jo asnjëherë me bon ndarje. Kur soher që bohet ndarje mes shpirtërores edhe fizikës, edhe ata që menojnë që vetëm me shpirtëroren ka dhja arrit tamën, e kanë gabim,
po edhe ata që mendojnë që vetëm me fiziken, vetëm me punën, mu fol është mirë, po ata që kanë vakt, ata folen. Na që s'kena vakt, na i kena punët e tona, na i punojna punët e tona. Jo, njeriu dohet edhe me u fal, edhe me punu, edhe me i kry të gjitha punët. Vetëm kë e ka kuptuar dhe ka drejt kuptuar fenë e Allahut edhe urdhrin, synimin, qëllimin e Zotit xhallashanuhu dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na boft prej atyre që drejt kuptojmë urdhrin, fjalën, fenë e Allahut xhallashanuhu, sunetin, aktivitetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam drejt, dhe aq sa është ibadet edhe adhurim kjo sot këtu në shpinën e Allahut xhallashanuhu që po e bojna, me njëherë mas kësaj që e bojmë, çdo punë dhe çdo aktivitet tjetër që e bojmë jashtë, është kaq ibadet, është e nivelit të njëjtë të ibadetit edhe ajo që e bojna jashtë. Andaj mos u ndalni, hajde të mos nalmi, hajde të punojmë, hajde të veprojmë, hajde të marrim veten franat e jetëve tona në durët e tona, e jo namën të fesë me lanë jetën anash, namën të fesë, namën të sunetit, namën të Kur'anit, me lanë jetën anash edhe me u bë barë e dikuj tjetër, me shtridorën për me jetu nga dikush tjetër, ose mu bë vegël e dikuj tjetër nga neglizhenca, nga debelia dhe nga përtesa jonë për të punu sadakallahu l-adhim. Elajna ahsan al-kalam.